dikush telefonon edhe thot që Polin e keni në burg në Danimark, edhe shumë shpejt del. Shokuse, shumë... Ai flinte me foton e vllajt poshtë kokës. Se me këtë idenë kanë hecur që babai hiku dhe e braktisi. Kam ndenjur vetëm një natë atje. Ai shumë më kanë puthur, ai që kam përqafuar, se që... Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të shkojmë në Gjermani, do të hap dritaren për Refie Kurti, një motor e cila kishte 2 vëllezër, por fatkeqësisht sot nuk ka asnjërin pranë. Vllai i parë humbi jetën u mbyt në zonën e Divjakës, ndërsa për vllajin e dytë nuk ka asnjë informacion. Por çfarë ka ndodhur pikërisht me proletar Toshkallarin, apo ndryshe siç njihet me emrin Poli, do të jetë kjo motor që do rrëfej historinë e vllajit të saj. Hap dritaren dhe ftoj menjëherë zonjën Refie Kurti. Refie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje zonja Odeta. Si jeni juve? Faleminderit. Si të jemi, pas kaq kohësh, akoma edhe më cop-cop, sa vin vitet edhe më të dobët bëhemi. Je një motor që ke humbur vllajin. Po. Tash Refie, flasim live nga Gjermania, ti jeton në Gjermani. Po, në Gjermani. Atëherë mund të marrë vesh historinë e proletar Toshkallarit, vllai juaj që është i zhdukur që prej 2008-s. Atëherë, mua më ka vdekur një vlla fillimisht në 2004, me gjithë kushëririn. Dhe nga gjendja vllajit, që si iku si u mbyt, dhe ishte duke zënë peshk, dhe u mbytën të dy kushërin, të dy me të njëjtin emër. Vllai atëherë kaloi pak, pinte alkoolin, nga ana kaloi shumë keq ana shëndetësore, me fjalë ana psiqike. Por jo në atë gjendje që nuk ishte javë për punë apo si apotek. Pinte alkool. Në 2004 ju keni humbur dhe vllajin dhe një kushurir që janë mbytur të dy. Po, ku janë mbytur? Të dy me një ditë. Janë mbytur në kënetën e Karvastas në Divjak. Sa vjeç? Kanë vajtur për zënë peshk. Sa vjeç vllai? Edhe ishte 31 vjeç vllai atëherë. Qofti parajsës. Kanë lënë edhe 3 vajza, faleminderit. Dhe nga kjo gjendja që kaluam gjithë depresive në shtëpi, në familje, ky ndodhesh në Greqi atëherë vllai. Proletari. Ndodhesh në Greqi. Erdi si erdi me ato rrethanat se ko vështirësi atëherë dokumentash, gjërash, po i gjeti rrugën dhe erdi. Por mundoheshim gjithë i flisnim, ty të kemi dritë syri, të keqen motrat, kemi ty tani, mos ashtu. Ai flinte me foton e vllajt poshtë kokës. I ngeli shumë traumë pjesa e vllajt. Sa më fal që të pres, Refie, sa fëmijë keni qenë? Ne kemi qenë 7 në fakt, por një motor na ka shtypur makina para shumë vitesh. Dhe vllai që u mbyt. Pastaj vllai që u mbyt. Dhe ngelët 5 fëmijë. Dhe vllai ngelëm 5 me gjithë vllain që na ka humbur. Me proletarin, 4 motra dhe një vlla. Po. Pra proletari ngeli vllai vetëm, le të themi, po. Vllai vetëm. Tamam, vllai vetëm. Aty në 2008-ën unë në 2008 kam qenë në Greqi dhe unë atëherë. Atje kam lindur dhe djalin. Në momentin që marr telefonatën nga nusta e vllajt, më thotë që a është proletari tek ty. I them, jo, thash, nuk ka ardhur këtu tek unë, çfarë po thua? Jo, tha se ka 3 ditë tha që ka humbur tha dhe nuk po e gjejmë, po e kërkojmë tha dhe nuk po e gjejmë. Ajo gjendja pastaj si mund të reagoj një motor kur merr vesh vllai ka humbur. Mundohesha që të veja të kërkoja, më flisnin ku mund të shkosh ti je shtatzane për vete, nuk bëra asnjë lëvizje, ndenja po aty. Pastaj unë kisha kushërinë të mia atje, të gjithë në Athinë. Se është larguar nga Athina. Edhe lagja ku rrinte vllai quhesh Agios Peristerio. Po. Në Greqi me gjithë një djalë, kishte edhe një djalë. Jetonte me nusën dhe me djalin? Me nusën dhe djalin. Po.
Por nuk Nusja triste që nuk është mirë, e kam çuar në doktor, i kam marrë ndonjë kishte si tip pikë si gjaku në një ven në tru me fjalë nga alkooli, nga to që kaloi. Me sa di unë mjekohesh, por i kaloi kjo pjesë, i kaloi. Edhe pas disa vitesh, me fjalë thon gati 3 vite, 4 vite, kë iku nga shtëpia pa lënë asnjë rrethana. Kishte lënë me portofol, me pasaporta, me paketë cigare, të gjitha ku i kishte lënë në shtëpi, edhe në mëngjes nuk ishte dukur fare aty. Kur kishin ardhur nga puna, nusja nuk e kishte gjetur më në shtëpi. Me fjalë ai kishte ikur, ishte larguar që në mëngjes, se nusja ikte në punë atë ditë. 4 vite pasi kishit humbur vllajin që fatkeqësisht u mbyt, ikë dhe vllai tjetër zhduket pa lënë asnjë gjurmë. Po. Por dua të pyes Refi, edhe pse ka kaluar një kohë gjatë, janë 18 vite nga humbja e vllajt. Po. Përveç se kishte shfaqur problemet me depresionin që është e kuptueshme, dhimbja e çoi në atë rrugë që të konsumonte dhe alkool dhe shumë cigare, ai është trajtuar me mjek, me psikolog në Greqi, përpara se të zhdukej, e kishte shprehur diçka nusës tij që do largohem, në një shenjë që mund të kishte kuptuar ajo? Jo, këto gjëra nuk i kemi dëgjuar nga nusja, po thjesht që thoshte kështu që o ma, hajde bëni ç'është e mundur, njëri të kujdeset, se kam frikë ta lë vetëm, thoshte në ato momente me fjalë, në ato fillimet e para të viteve kur humbi vllai. Në ato vitet e para kur humbi vllai. Por pastaj me kalimin e kohës u bë mirë. Dhe kjo na çudit që gjendja e tij ishte më e mirë se ç'ishte në fillim, që bëri mami pasaportën, donte të shkonte atëherë. Edhe pastaj nuk u duk më. Dhe telefonata fundit me mamin ka qenë që ty i ka thënë mamit, o mam, ka humbur durimi, dua të vi në Shqipëri. Ai ka shprehur nënës që dua të vi në Shqipëri se kam humbur durimin. Po. Pra në një farë mënyrë e ka dhënë një sinjal që dua të iki nga Greqia. Po. E kishte thënë këtë fjalë mamit. Por në momentin që humbi çdo lloj kontakti, keni bërë denoncim në policinë greke? Denoncimi në Greqi, me sa diu nuk është bërë, por e kanë kërkuar kushërinë që kisha gjithandej, se kam shumë kushërinj andej, që kanë kërkuar, kanë gjetur, kanë hyrë me fjalë edhe në për këto morgë që janë gjonin të vdekur, venin, kontrollonin, mos ngjanin. Dhe asnjë gjurmë, asnjë gjë. Ka marrë edhe burrin e motrës në telefon atë ditë që u shfaqi humbur. I ka thënë, mitat hap syt ande nga shtëpia, burri motrës i madhi, hap syt ande nga shtëpia se ti tani je çuni i shtëpisë. Wow. Edhe se unë po iki, tha një fjalë me fjalë që po iki për dhjam qeni që është si shprehje kështu. Edhe në atë moment është mbyll telefonata, dhe në moment që do mbyllesh telefonata, burri motrës dëgjon një si zhurmë si shina treni, kur kalon treni, ato zhurmën e shinave treni që lëshon gjatë ikjes. Që ti e përshtypjen që ai kishte marrë një vendim fatal për jetën. Çfarë ndryshojmë, por pas kaq shumë vitesh policia do e kishte gjetur dhe nëse nuk do ishte. E dashur e fije, ke të drejtë, sepse nëse do kishte marrë një vendim fatal për jetën e tij, të hidheshte shinat e trenit, do ishte gjetur trupi, do ishte identifikuar në atë kohë dhe ka qenë korriku i vitit 2008. Po. Refije, si ka patur marrëdhëniet me bashkëshorten e tij? Me bashkëshorten tani siç kalojnë shumica e çifteve, herë me zënka, herë mirë, po nga ajo që filloi pijen këto dhe dihet në një fjalë si ishte marrëdhënia me bashkëshorten. Djali sa vjeç ka qenë atë kohë Nipi? Nipi atëherë ka qenë 8 vjeç në mos gaboj. 8 ose 9 vjeç. Ka qenë i vogël kur ka ikur. Ndërkohë, filluat kërkimet padyshim nga korriku, kaloi gushti, kaluan muaj, vite, nuk zbuluat asnjë gjurmë të tij në Greqi? Në Greqi jo, absolutisht, por vetëm me fjalë të njerëzve me të thëna që e kemi parë këtu, e kemi parë aty, i kemi thirrur Poli, se shkurtimisht i thresnin Poli. Poli, proletar, shkurt Poli, po? Poli, shkurt, po.
Edhe e kishim parë dhe zhdukesh me fjalë ikte me vrap dhe nuk arrini ta kapnin. Dhe qëlloi një kohë që sa dolën këto teknologjia këtyre telefonave me foto me kamera dhe me thënë drejtën i kemi pas besuar edhe shumë se një foton e bën tjetri, ja ku është, e ruan qetësinë, për shkakun një familjar mund të emocionohet, mund ta humbasi për momentin një foto, një diçka. Ta bëj. Po njerëz të tjerë të jashtëm për shembull që e kanë parë, që kemi dëgjuar, që e kemi parë jo tek posta, jo ka ardhur në Shqipëri, jo ka thënë që erdha mora disa dokumenta. Tani kishte thënë ky zotëria një huaj me fjalë që ke marrë vesh nga shtëpia që po të kërkojnë. Po vajt Aisha kishte thënë. Me fjalë të njerëzve, po këto bëhet fjalë para 10 viteve. Diçka pas Ska asnjë haber më. Pas Covidit, para Covidit ka qenë lajmi i fundit. Pra, deri në vitin 2020 ka patur informacione të tilla që ka ardhur në Shqipëri. 2018, 2019, pastaj nuk kishte më informacione. Vllai ka qenë me dokumenta të rregullta në shtetin grek? Në Greqi po ka qenë me dokumenta. Duke ditur edhe kjo më vjen të di si nuk u bë një denoncim në polici se atë denoncimin vetëm bashkëshortja duhet ta bënte, se nga bashkëshortja iku. Me sa jam unë informuar, di që ajo nuk ka bërë denoncim polici. Me sa di unë, s'jam shumë e sigurt. Sepse mund ishte verifikuar nuk kam kontakte më prandaj. Nuk keni më kontakte me nusën e vllajt? Jo, nuk kemi më kontakte. Shumë rrallë kemi folur, është përgjigjur si jeni si kështu, edhe nuk kemi pyetur që gjasme për të mos i lënduar, për të mos i bërë këto. Por me nipin keni kontakte? Me nipin jo. Që para Covidit ishte tek shtëpia, tek mami, tek babi. Edhe nuk kemi pas kontakte më, as me nipin. Por pse kjo marrëdhënie kështu? Nuk e di. Një gjë. Sepse iku babai, e braktisi, se me këtë idenë kanë hecur që babai iku dhe e braktisi. Por ti si... Nuk e di si është e vërteta. Ti si hallo je pafajshme, ti je në kërkim të vllajt. Patjetër, unë në kërkim gjithkohës telefonoj asnjë përgjigje, asnjë telefonat. Me nusën që kam pyetur si janë, si është çuni, gjithmonë për atë pyes, se atë kemi, vetëm atë se vllai që më vdiq ka lënë 3 vajza dhe me fjalë vetëm ai është djali i shtëpisë tek ne me mbiemrin të shkollari. E qartë që trashëgon mbiemrin. Me sa po kuptoj, djali nuk ka interes për ta njohur babain, është rritur me atë idenë që më ka braktisur dhe nuk dua ta njoh? Pikërisht. Më vjen ka shumë keq, sinqerisht. Me sa kemi dëgjuar, kështu ka thënë. E dashur, Refia, ndalemi tek proletarit e vllai jot, shkurtimisht Poli. Ai ka qenë me letra të rregullta në shtetin grek dhe nëse do ishit interesuar në sistemin Teams, do më zbuloni të vërtetën që ka dalë nga territori i Greqisë apo nuk ka dalë. Tani dua të jam interesuar. E keni zbuluar? Që në 2007 ka hyrë që kur që vizita e fundit me vllain, që e pam që ishte në gjendje të mirë, që nuk ishte në atë gjendjen ekstreme, që kishte nevojë për mbikëqyrje për një person që t'i rinde në kohë, erdhi vetë atëherë. Në prill ka qenë të 2007-s, edhe ajo ka qenë hyrje dalja e fundit. Pra, nga sistemi Teams rezulton që ai ka humbur në Greqi dhe nuk ka dalë nga Greqia. Në momentin që ai ka dalë nga shtëpia, nuk ka marrë me vete asgjë, as sendet e tij personale. As paketën e cigares që me fjalë ai pa duhan srinte, dhe kjo është shumë e çuditshme. As pasaport, as portofol, me kartë banke, me gjitha ai ka lënë aty. Ju e kujtoni vetë telefonatën e fundit ose takimin e fundit që keni patur me vllain? Unë e kujtoj shumë mirë sepse isha atje para 7 muajsh, kam qenë se isha në një distancë shumë të largët. Isha diku rreth 8 orë, unë jetoja në Ksanti dhe ai në Athinë. Edhe aq shumë e kam puthur, aq e kam përqafuar se që sigur pastaj që në fundit. Dhe ishte takimi i fundit. Kam ndenjur vetëm një natë atje. Që atë kishim atë dritë syri. Por shikmin atë
na kujtohesh vllai tjetër dhe qanin gjithmonë kur e takonin dhe do thënë gjithmonë ma bën mjaft tani ma bën. Fie, çfarë të thanë atë takim të fundit që e ke përqafuar kaq shumë fort? E mjaft se unë u rregullova që vajta tek burri me bashkim familjar. Edhe e mirë, ja këtu jemi, ja se do vijë dhe unë, do dalë dhe unë andej kështu. Këto muhabete familjare, jo diçka në veçanti, diçka që të lindë në një përshtypje për do. Të pyes sa të ka marrë malli është një pyetje pa vlerë, se e besoj malli. Asi diskutoj. Bën 18, më korrik që është dukur. Prindrit janë gjallë? Babi ka 3 vite që me do. Mamin e kemi, janë gjendje të mirë. Edhe prandaj është babi ku me plagë në shpirt, nuk ka rriti të shite. Papaga nuk e lejoj. Nuk e lejoja vetës mos ta gjeja që tiki dhe mami me atë breng në zemër. Ajo e kërkon si për t'jesht një alo, thjesht një alo, vetëm t'jetë mirë, një alo të bëj. Dhe të besoj, një nën që është me breng të madhe për të birin, për të mësuar të vërtetën dhe për t'i dëgjuar zërin. E dashur e fie, mund të më japësh disa detaje për vllajin, të ma përshkruash, ai ka qenë para 18 viteve, sa vjeç i bie të ketë qenë? Sot i bie të jetë 33. Sot është 51. 33 vjeç ka qenë kur ka humbur, sot i bie të jetë diku tek, mos gaboj, 51 vjeç. Po, në qershor, 25 qershor, bën 51. Ka ditëlindje dhe mbush 51 vjeç. Mund të ma përshkruash pak? Ju më keni dërguar një foto, pa dyshim për është një foto kur ai është shumë i ri. Foto është e re, ka qenë më e re foto, pasaporte nga sistemi e ka marrë atë foto, se kam foto të tjera, por nuk janë, se ishin ato aparatet që ishin me filme dhe nuk bëheshin, nuk dilnin qartë, dilnin të errta. Ishte diku 1,75, 1,80 i gjatë. Flokët i kishte pak të ngrëna këtu me fjalë, s'kishte shumë flokë të kjo pjesa, i mbante me një anë, kishte pak thinja, mjekër nuk kishte mjekër të rrallë. Një shenjë e kishte në cepin e buzës sipërme në krahun e majt. Një të qarë. E kishte një shenjë të qarë, po. Edhe kushdo që e she, ai është tepër i dallueshëm, se kemi tiparet, unë i gjaj shumë atij. Paska që unë jam femër. Edhe të gjithë më thonë që unë i gjaj shumë atij. Do më lejosh të bëj një thirrje në këtë moment, e gjithnjë me shpresën që kushdo që mund të na ndjeki, mund të na ndihmojë me informacione, sepse pas pak ne do flasim të dyja dhe ti do më japësh një informacion shokues. Pas 18 viteve mbërrin një informacion për vllajin tuaj, por vetëm më lejo të bëj një thirrje për Proletar Toshkallari, një 51 vjeçar dhe lindja juaj është në Lushnjë. Jeni nga Vllai në Lushnjë. Po, në Lushnjë kanë jetuar në Dushk, se më shumë nga Dushku njihen se kanë jetuar në Dushk në fillimet e tyre. Pastaj më vonë kanë ardhur në Lushnjë. Nga Dushku i Lushnjës jemi në kërkim të Proletar Toshkallarit, apo ndryshe siç njihet me emrin Poli, ka qenë 33 vjeç kur humbi çdo lloj kontakti me familjen nga Athina e Greqisë, korrikun e vitit 2008. Kanë kaluar 18 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Proletarit, që sot i bie të jetë 51 vjeç. Kushdo që e ka njohur, kushdo që ka informacion, mos të hezitojë të kontaktojë te numri telefoni 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Dhe në këtë live jam me motrën e tij Refie Kurti, e cila po flet live nga Gjermania dhe kërkon ndihmën e çdo qytetari për të ndihmuar përgjetjen e vllajt. E dashur Refie, pas 18 viteve ju shokoheni nga një lajm që ju vjen. Ç'a ka ndodhur? Domethënë kush është lajmi? Mund të ma tregosh? Dikush telefonon edhe thotë që Polin e keni në burg në Danimark. Edhe shumë shpejt del. Kaq, dhe është këputur linja me sekonda. Kur ka ndodhur kjo telefonat? Ardhje. Motrës time në Zvicër e kanë telefonuar. Se ajo ka të njëjtin mbiemër me familjen. Dhe ndoshta e kanë gjetur me anë të avokatëve si mund t'i gjejnë ato. Pra përpara 2 ditëve, motrës tuaj në Zvicër i ka ardhur një telefonat anonim. Po, anonim. Pa numër, pa asnjë gjë. Një që nuk zëburi? dilte.
një zëburri i trashta, se kanë kaluar dhe vite dhe nuk njihet që ka qenë vërtet ai apo dikush tjetër, por ka thënë që atë e keni në burg në Danimark. Por shumë shpejt del, e keni gjallë. Është gjallë. Wow, është shokuar motra. Shokuam të gjithë, në telefonon mami direkt, se kishte marrë direkt mami, kishte në linjë telefonike me mamin në WhatsApp. Edhe o ma prit se kush po më merri, ka thënë. Edhe përgjigjet, dhe direkte me të qarë mamit ja tregon historinë kështu. Shokuse, shumë presojnë tjetë e vërtet, nuk e di. Që të thotë? Pas ka shumë kohë, ndoshta marrë një lajm se të gjithë thonë që emigrantët që janë zhdukur o janë pa dokumenta ose janë në burg, shumica që kanë të humbur, por tani që nuk e dim. Por thjesht fakti që ky person ka arritur të gjejë numrin e telefonit të motrës në Zvicër, duke ditur që ja mban mbiemrin e vajzërisë, pra mbiemrin Toshkallari, e ka ditur mirë që është motra e proletarit apo polit, personi në fjalë i ka thënë proletar apo poli? Në dokumenta ka proletar, por të gjithë e trisnin poli. Jo, personi që ka marrë të gjithë e njohin poli, ku prezantua i kishte thënë që poli është në burg, në Danimark. Që do të thotë ky person e ka njohur mirë vllain tuaj pasi ka ditur edhe emrin se si e keni përkëdhelur ju në familje për vite të tëra. Por motra nuk ka mundur do ta pyesi kush je. Po, kishte thënë, nëse je ti vërtet, kishte thënë, më thuaj kur kanë ditëlindjen prindrit dhe kishte pas thënë që në shkurt, se të dy prindrit në shkurt e kishin ditëlindjen. Por në ato momente kuptohesh që ti thohet pyesja emrat e prindërve, ose më mend ditëlindjen time kishte thënë jo më prindërve, që tani nuk jemi të sigurt që ka qenë vërtet poli. Po mirë. Se motra thotë që ai mund të ketë qenë që vetë u prezantua kështu. Pra motra dyshon që mund të ketë qenë vetë vllai në telefon. Po, por nuk e besojmë që ka qenë vetë vllai, besoj se dikush tjetër ka telefonuar. Por ky është një se nga burgu dhe me pa numër është shumë dhe ku në Danimark është e vështirë. Se dalin numrat e kabinave këto gjëra. E qartë, ka dalë pa numra, s'ka mundur do të qof dhe prefiksin, ta kuptojnë cili shtet e ka telefonuar, pra personi në fjalë. Por nga zëri s'ka mundur do të dalloj, apo... Ishte zë i trashta, nuk e dallova, vetëm te pjesa ku kishte qeshur kjo, ku kishte qeshur vllai, që kishte pyetur për ditëlindjet, që diskutohet tjetë vllai. Kishte thënë që po unë s'maj mend ditëlindjen time, e kishte thënë dhe moj koktrashi kishte një shprehje, edhe aty kishte qeshur, dhe ajo tha nga qeshura e njoh ata që mund të ketë qenë vërtet ai. Pra mund të ketë, se është shokuese, mund të ketë qenë vetë poli që ka telefonuar, por nuk është prezant. Por zëri tha nuk ishte i tij, zëri vetëm nga e qeshura tha, më la përshtypje që është ai. Tani me një telefonat shumë sekondash, shumë pak sekondash, çfarë do arrish të kuptosh në atë moment, është si tip ëndre, një vegim, nuk mund të mbash mend shumë, se u mbyll direkt linja. Nuk keni mundur do të verifikoni në Danimark me emrin proletar Toshkallari? Po, 2 ditë ka që ka ndodhur. 2 ditë, dhe akoma nuk keni bërë? Dje, në mëngjes, kanë telefonuar. Edhe ne, direkte, vazhdova, kontaktova me emisionin tuaj. Po, dhe jemi sot të edhe tani me ambasada, çfarë mund të bëjmë në një gjë? Patjetër. Gjë e parë do niset një email, edhe nga ju dhe nga ne, ambasadës tonë në Danimark për të çuar të gjitha të dhënat e proletar Toshkallarit, nëse ndodhet figuron në ndonjë burg të Danimarkës dhe do ishte lajmi më i gëzueshëm për ju nëse do arrijej të verifikohesh ky informacion, pavarësisht se mund të jetë në burg, po çrëndsi ka. Rëndësi ka që ai është gjallë dhe ndodhet. Është gjallë, se babi thot që babi iku me atë mendimi që unë djali nuk e kam. Nuk e kam, se t'ishte gjallë, nuk dhe rrinte pa bërë një telefonat. E beson? Me këtë iden bukur. Ai ka ikur me idenë që djali mund kishte ndruar jetë dhe e ka vuajtur shpirtërisht dhe është e kuptueshme, por ju vetë Refie besoni si informacion? Mua më duket i besueshëm, një person që telefonon pas 18 viteve, jep një informacion, ka diçka. Ka diçka, por e çuditshme në Danimark, këto nga Greqia në Danimark dhe nuk arrit bëj dot lidhje. Po nuk dije se çka ka ndodhur me jetën e tij, ku ka vazhduar rrugën, si ka përfunduar në Danimark, çfarë krimi mund të ketë kryer që është dënuar kaq shumë vite.
është një telefonat pa baza dhe prandaj nuk e di sakt se çfarë mund të jetë. Ose dikush e kanë kuptuar që ne po kërkojmë, jemi në kërkim, ndoshta për të humbur gjurmët, s'e di, se ne s'kemi rreshtur para kërkuar, gjithsesi. E kam hedhur dhe tek jeta shqetje, për arsye që hapet sa më shumë lajmi se shumë shqiptar nëpër botë e ndjekin atë faqe, po, është e vërtet, është faqe shumë e ndjekur. Dhe ke bërë shumë mirë që të përhapet ky lajm. Jemi dhe sot këtu në live me Odetën me shpresën që mund të zbulohet kjo e vërtet, sepse në Danimark ka shumë shqiptar dhe sigurisht gjatë këtyre 18 viteve do ke takuar ndonjë shqiptar vllai juaj nëse vërtet rruga e ka çuar në Danimark. Po, ose nëse vllai s'do ketë pasur dot mundësi të flisë vetë, do ketë futur dikë tjetër që është prezantuar me emrin e tij. Këtë dyshoj. Ndoshta varet se në burgim do jetë, sa i rreptë është. Po nuk dyshoj. Gjithsesi, çdo person që ndodhet në burg ka të drejtë pasi merr dënimin të bëjë telefonat me familjen. I lejohet me data të caktuara siç është, e ka të drejtën për të folur me familjen. Nëse ai vërtet është në burg, çfarë ka penguar, le të themi, gjendja e tij emocionale, psikologjike që s'u ka kontaktuar juve? Atë dyshojmë. Vetëm ajo pjesë ka të bëjë. Vetëm ajo pjesë ka të bëjë, s'ka lidhje në mënyrë tjetër. Se ka qenë shumë e çuditshme. Është një ëndër të shihte e telefononte mamin gjatë natës, një ëndër të keqe të shikonte, o ma si je? Se kam parë ëndër të keqe dhe na vjen shumë çudi. Por që si ti Iku nga shtëpia e vet ku ai banonte. Pa lënë asnjë gjurmë, shumë se çfarë ka ndodhur, se çështë se të. Refie, ai vetë di. largimi i tij, duke ditur që shëndeti i tij ishte përmirësuar, pra e kishte marrë veten nga humbja e vllait që u mbyt. Largimi i tij nga shtëpia ishte një largim si pasqyrë, si motor, sepse ai nuk jetonte dot më në atë familje dhe donte të largohej, të zhdukej me vullnetin e tij, apo ndoshta gjendja e tij psikologjike nuk ishte riparuar tërësisht dhe është larguar i pavetëdijshëm dhe s'dihet çfarë ka ndodhur. Çfarë dyshon ti si motor? Nuk arrim bëjmë dot analizën, Mund të jenë të dyja. Mund të jenë të dyja. Nuk është diçka e prerë që për shembull mund të jenë të dyja. Ai ty të shpreu diçka si motor? Kishte shpreu diçka? Absolutisht. Por nënës së tij kishte thënë do vi në Shqipëri se s'po duroj dot. Mami i kishte thënë kam humbur durimin, nuk më rrihet më, dua të vi në Shqipëri. Durimin për çfarë? Kishte marr malli shumë? Kishte humbur durimin, nuk jetonte dot më për në vend huaj, për këtë nuk e di, për këtë arrit të bëj analizën. Ti vetë si motor çfarë dyshon? Sepse e shikoj që atë telefonatën që ka ardhur dhe dyshohet se është në burgun në një nga burgjet e Danimarkës, e dyshon. Ndoshta mund të jetë një telefonat e dyshoj, siç thash dhe më parë, dikush ka telefonuar në emër të tij. Se di. S'është nuk e di, po motra thoshte që e qeshura ishte e tij. Që mund të ketë qenë ai vetë dhe nuk ka patur guximin të prezantohet që jam unë Poli. Po, nuk e di. Vetë si motor, çfarë dyshon Refie? Domethënë, mënyra se si iku, se si Dyshoj që është gjallë, është në shëmir. E dashur Refie, si e priti nëna këtë lajm që mund të jetë në burg? Gëzoja zakonisht shumë. Më mori në telefon me të qarë. Po, Refin, thëmë, kam folur me Poli se Refin më trasin shkurt. Edhe i thash, moj, ku është kështu? Është në Danimark, shqyrë, thashun, e po inshallah, thashun, është e vërtet. Se gjithmonë telefonata na kanë ardhur. Lloj telefonatash. Para shumë vitesh edhe mamin e kanë pas telefonuar. Edhe kjo kishte thënë, Poli të keqen mami, kishte marrë natën telefon shtëpisë. Edhe kishte pas thënë, fillove me të qarti dhe kishte pas mbyllur. Që me fjalë
nuk arrim pendot. Por nënën e kanë marrë në telefon pas sa vitesh nga humbja e vllajt? Pasi vllai kishte humbur vetë. Dhe ka qenë vetë Poli që i ka marrë nënën se Po, mami thot që ka qenë vetë Poli, po mami nga që kaloi nga gjendja psikologjike rënd atëherë dhe babi thoshte se kështu ndoshta i bëhen mamit begime se unë se kam dëgjuar telefonin Bjeri. dhe nëna është e sigurt që e ka ngritur telefonin dhe ka folur. Po, kam folur dhe thashta Polit kishen mami dhe ai fillove ti me qarë dhe ja kish mbyll telefonin. Por telefonatat të tjera ndër vite kanë ardhur tek ju? Kanë ardhur me njerëz që e kemi parë filan vend, e kemi parë në Athinë, e kemi parë në Kret, e kemi parë këtu, Brenda Greqisë. Njerëz. Po, e thëna me thënë njëri pas njeriu me një fjalë. E qartë. Po, që e keni na kanë thënë, e keni është nëse mirë është gjallë, vetëm kaq. E dashur e fje, zemra ta ndjen që është gjallë, ndodhet diku, ndoshta mund të jetë vërtet në Danimark, në Burg, nuk dihet çfarë ka ndodhur. Ndoshta nuk merr dot atë guximin t'ju telefonoj juve për t'ju dhënë lajmin që jam në Burg. Do doje sot i përcjellni një mesazh, mendoj që ai është shëndoshë mirë, ndodhet diku në Burg në Danimark, jashtë çrëndsi ka, pasi informacioni i parë që ka ardhur për ju nga Danimarka është vetëm përpara 2 ditëve, sepse të gjitha informacionet ndër vite që kanë ardhur vetëm brenda territorit greqik. Dhe nëse do verifikohet kjo e Danimarkës, që është apo jo, është shumë e rëndësishme të bëhet një denoncim në Greqi, dhe pse kanë kaluar 18 vite, gjurmët e fundit të tij janë nga Athina e Greqisë dhe duhet bërë një denoncim, sepse ai ka qenë do të bëj denoncimin. Nusja e tij jeton në Greqi? Nusja pas ka shumë vite, është normal që ajo po shikon jetën e vet. Me djalin nuk kemi kontakt. E qartë. Ndoshta duhet gjetur forma nëpërmjet ambasadës tonë në Athinë për të bërë një denoncim, për të bërë verifikime, pasi gjurmët e tij të fundit janë nga Athina, ai ka qenë i pajisur me letra, duhet parë kjo rruga e dokumentave të tij, ai ka ripërsëritur letrat, nëse ai ka jetuar në Athinë, i vetëm, kur u largua nga nusja në Pires, çdo informacioni, ai mund t'i ketë rinovuar letrat, e ka vazhduar jetën ashtu i fshehur. Nuk di. Ose në Greqi ka pas dalur dhe një ligj që i ndronin emrat e vinin emra grek. Po, pjesa më e mirë e shqiptarëve që kanë mbajtur në Greqi e kanë ndryshuar emrin për shkak edhe të fesë. Vllai juaj si nifesh në Greqi, me çfarë emri? Apostoli thresnin. Apostol, nifesh me emrin Apostol, sepse dhe ky është një detaj shumë i rëndësishëm. Apostol Toshkatari. Për grekët njihesh me emrin Apostoli. Ndërsa miqt, familja e njihte me emrin Poli. Poli. E dashur e fje, e kuptoj që ke shumë mall, të dhëm zemra për vllajin, e keni të vetëm tashmë proletari. Nëse është diku, çfarë do i thuash sot pas 18 viteve, sidomos me të lajmin e fundit që ka ardhur? Do t'i thoja të bëhesh i gjallë, të fliste sikur me mamin, të gjende diku numrin e telefonit edhe të merrte mamin vetë personalisht, t'i thoshte që jam gjallë në këtë jetë. Vetëm kaq dhe ajo të mos eci me atë idenë që shmendonte edhe babi, që nuk është. Dhe ai ka humbur nga kjo jetë babain dhe nuk e di. Është e dhimbshme. Dhe të besoj për këtë pjesë. Por si motër, çfarë do i thoshe? Një mesazh ja përsollën emër të nënës, por si motër. Më qaj zemrën. Edhe ta shikoj se sa shumë malë ka. Vetëm të më qaj kërharorin dhe aty dollon. Se nga i gjithë familja, unë kam qenë, nga familja ime, prindërve të mi flas, kam qenë e fundit që e kam takuar 2008-ën. Pra fizikisht për herë të fundit ke qenë ti që e ke takuar në Greqi. Dhe ai përqafim që ka ngelur në memorien tënde dhe nuk e harron kur. E harroj kur. Ka dalë nga pritur në hyrje të Athinës. Se nuk dija rrugën. Kam qenë bashkë me bashkëshortin. Dhe ta uroj me zemër, Refie, që ai përqafim të ripërsëritet dhe ky lajm të jetë i vërtet dhe ai të jetë shëndoshë mirë.
Ne e prezantuam sot për herë të parë historinë e proletar Tosh Shkallarit. Uroj që çdo shqiptar që e ka njohur Polin të na ndihmojë me informacione. Për sa i përket burgut të Danimarkës, do nisim një email zyrtar konkretisht në ambasadën tonë në këtë vend për të verifikuar nëse ndodhet në burg apo jo, pra figuron ky emër apo jo, dhe uroj të marrin përgjigje pozitive. Për diçka tjetër, kam dëgjuar edhe nga persona të tjerë që sikur ishte kapur në Kret nga policia, por informacione pa baza, dhe kishte pas kërkuar ndihmë shqiptarët me fjalë që e kam pas dëgjuar, ju lutem thrisni motrën, se kam një motër këtu në Greqi, e quajnë Refit vit më nxjerri. Kjo bëhet fjalë për 2012-2013 ky lajm. Që shkapur nga policia në Kret, dhe ky denoncimi në policinë greke duhet bërë patjetër për t'i verifikuar të gjitha këto detaje, se nëse zbulohen këto detaje, atëherë kuptohet dhe rruga që ka ndjekur vllai juaj. Athinë, në Pire, nga Pirea mund të ketë vajtur në Kret, në ishull, shkapur aty nga policia, më pas mund të ketë Në Iraklios të Kretës. Dhe duhen verifikuar të gjitha këto, sepse janë të gjitha informacione që nuk janë verifikuar asnjëherë. Nuk janë verifikuar më. Kanë hecur familja se babi siç thash, thoshte që nuk është më. Nuk besonte që ishte në jetë. Se ti që të thoshte ai nuk do rrinte kaq gjatë pa telefonuar. Duke e njohur ne se çfarë personi ishte ai. Babai juaj i ndjer, jam i sigurt që kur burri motrës, pra dhëndri, i ka thënë që më tha këto fjali dhe dëgjova zhurmat e shinës së trenit, prandaj ai se ka besuar ku. Katastrofë. Shkull flok bëj çfarë të duash, por është një diçka që sidomos për atë nën kur Poli e di shumë mirë se sa ka vuajtur në jetë. Poli e di shumë mirë vuajtjet e familjes. Gjithë ne çfarë kemi vuajtur, çfarë kemi hequr. Dekja e motrës që e shtypi makina para shumë vitesh. Humbja e vllait në 2004 me gjithë kushëririn që humbën 2 djemë të rinj, u mbytën në fnet në stuhi. Pastaj edhe kjo humbja e Polit na ka rrëzuar komplet për tokë. Ne rritemi, jemi rritur, kemi krijuar familjet tona, jemi me fëmijët tonë, me burrat tonë, por ajo nën që tashmë është vetëm atje, vetëm motra madhe ndodhet afër, edhe sa herë merr frym, e sa herë fletot, e sa herë zgjohem, vetëm i lutem Zotit që Polit më vi. Këtë mendon. Sa herë e syt nga porta, shiva borri më tha çfarë. Pas mos më vjen Polin. Është e dhimbshme. Gjumja saj shëndetësore shumë e rëndë, se është në zemër, ka pësuar para i frakt, është me diabet, ka shumë smundje, ka me ilaçe neurologu, është, por... Ajo është nën me plak të mëdha në zemër dhe e kuptoj dhe besoj gjendjen e saj, por uroj dhe shpresoj që vllai juaj e dashur e fije të jetë gjallë. Ne e prezantuam, do mbetemi bashkë në kontakt. Patjetër, unë një email zyrtar do e nis në ambasadën tonë në Danimark, uroj të marr një përgjigje. Do vazhdojmë kërkimet edhe në shtetin grek, uroj që të zbulohet e vërteta e këtyre 18 viteve zhdukje të vllait tuaj. Kështu që të përshëndes dhe të puth nga Faleminderit. Shumë faleminderit. Jeni një emision shumë humanitar. Unë ndjek emisionin tuaj edhe gjithmonë kam dashur gjithmonë që të nisja këtë historinë, të nisja, por nga gojdhëna nga to mos e kërkoni më, se nuk është, mos e kërkoni më, edhe e qartë. Kështu. Mirë, të mbetemi kontakt, të puth nga Tirana, Refia. Faleminderit, gjithë të mirat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video.
nëse dhe ju keni një informacion për proletar Toshkallarin apo Poli, siç thërritet shkurt nga familjarët, i cili aktualisht është 51 vjeç, vetlindja fshati Dushki Lushnjës, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen korrikun e vitit 2008 para 18 viteve, kur ka qenë vetëm 33 vjeç dhe sot i bie të jetë 51 vjeç. Kushdo që ka informacion, mos të hezitojë të kontaktojë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju kërkoni që të jeni pjesë e kësaj dritare, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit ose të më dërgoni mesazhe në rrjetet e mia sociale në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.